Kjo nuk është një stërvitje, por procedimi më i ri ndaj mjeteve që hynë dhe dalin nga porti i Shëngjinit. Autoritetet portuale në bashkëpunim me ato të kufirit dhe migracionit po kontrollojnë në mënyrë të imtësishme çdo lëvizje që kryhet në këtë port, si dhe mjetet lundruese si të peshkimit, ashtu edhe ato të transportit. Krahas efektivave të sigurisë portuale, është sjellë edhe një qenë antidrog. Kjo mas do të jetë e vazhdueshme, si një mënyrë për të shtuar besimin ndaj këtij porti, ndërsa ka përqendrim në stinën e verës kur edhe rritet fluksi i lëvizjeve. Drejtori i portit të Shëngjinit, Gjovalin Tushaj, ka një qëndrim të tillë për mënyrën se si duhet parë ky port detar në veri të vendit, ndërsa këto masa do të garantojnë sigurinë në këtë port detar të veriut të Shqipërisë. Kemi filluar sot në portin e Shëngjinit në bashkëpunim me policinë kufitare dhe të imigracionit dhe sigurinë portuale, kontrollet e të gjitha mjeteve dhe mjeteve lëndruese kundër trafiqeve të armëve, droge dhe trafiqeve të palishme. Këto kontrolle janë gjithashtu në kuadrin e afrimit të sezonit turistik. Porti i Shëngjinit është një port i hapur, i lirë dhe i sigurt. Në ditët në vazhdim, ne këto kontrolle do t'i intensifikojmë edhe me praninë e organeve tjera siç është dogana, policia kufitare, siguria portuale dhe institucionet të cilët kanë të bëjnë me sigurinë e këtij portit. Nevoja për siguri dhe ruajtje është e madhe ndaj bashkëpunimi ka qenë mjaft i mirë me të gjithë të interesuarit që kryejnë veprime në portin e Shëngjinit.